qeveria patëm, përveç urës Saradronit, çka u ndërtu në këtë vend. Ma tregon dikush që njeri këthjell nga menja. Ka pas kur far investime. Nuk mundet duhet një ushtari o që kësë, pse Kosova është shtetë sot. Për mua është çlirimtar, nuk ka gjithë që mund ma dënon zemrën tem atë individ. Dënohen për këta njerëz të shitur, më kanë marrë mzatin, jo viqit, jo këtë tjetëri që rënë që i koqitet edhe goja, kur liria nuk i shordh pa plumin e pushkës. Fëmiu pa qajt nona kur se merr në gjinë. Prandaj edhe liria pa pushkë nuk vjen. Përshëndetje, nderumësie. Përshëndetje, mirë, faleminderit ju. Mirë, edhe na. Për cilit vend kjo është sot në Breçak? Unë faktikisht jetoj në diasporë në Zvicër, po kemi ardhur nga fshati Sllovi për me vizitu këtë vend shajt që ka ndodhur gjatë luftës 99 janar, sidomos po mënej me 15 janar, edhe në atë ku edhe pse isha këtu gjatë luftës, po jam mërgjimtar ma i hershëm se sa luftë, po ndodhi që t'isha këtu. E gjatë masakrës, une isha edhe mu këthy jashtë. Po ndodhi si ndodhi, prap mu do një 2 ditë me vazhdu, me shku, me vënis paka shumë, po gjatë luftës ka ndodhe shumë masakre, po kjo disi ka lanën një vëmendje të popullata, një vedije, çka ka ndodhë me shumë masakra tjerë. Kjo ka vendos pikun e luftës që ndërkombëtarët janë detyru me intervenu edhe ushtarakisht me bombardimet e NATO-s si çdihet, sepse Serbi kur së nol duke masakru këtë popull, jo vetal, po gjenocid që ka ndodhur gjatë historisë. Prandaj ky vend e meriton një respekt për çdo viktim, pa marrë parasysh se viktimat e rritura kuptohet, po viktima fëmiu, kjo nuk lën të koptoj njeri i shëndosh psikikisht, pse me ndodh të fëmijët. Të fëmijët jo vetëm nga këto, po në gjitha vend banimet e Kosovës, ku jetojnë shqiptarje, këtu ka ndodh edhe gjenocid nda fëmijët, ndaj fëmijët edhe mbark nonës, shka me keqje. Po, sërbët janë të tillë, sepse e dojnë vetëm tokën e djegur. E toka e djegur ju vynë atyne, po neve nuk na vynë, na do të jetojmë si shqiptarë. Si që kemi jetu gjithë, edhe kur s'kan mujt, as do të mujt, kur më na zhduk. Sepse vendi ynë. Na nuk jem tribal, po jem vendas, autokton, kësaj toke që s'lejan, edhe sa jem gjallë nuk lejan, zhdukemi. Prandaj, me gjithë respektin edhe për juve, por edhe për viktimat, edhe për këtë vend, ju kisha lutë gjithë shqiptarëve anëman ku janë, mos ta shesin dinjitetin, mos shkojnë mas ftyrave të shitura. Tash për tash flas për ftyra të shitura që të udhëheqin politikë. E shpresoj kanë kaluar 26 vite nga lufta, po a mendon që sot e kemi harru pak pjesën e luftës? Çfarë mendon për këtu ne po them. Për çit fjalë e thash atë, për ftyra të shitura. Për ftyra publike të shitura që sot nuk toleran
një ushtar të jep intervistë, nuk toleron një person i viktimizum që ka familjen ku isha qatë qatë personin nga po i këti veni që jeton jashtë, po tash u kthy që një ku që më ftoj edhe në shtëpinë e vetë, po nuk lejohet kur kush ta marrë fjallën përveç një individit. Lutem, individi për mu politikan tjetë kush tjetë, ai nuk e përfaqëson Reçokën, as masakrat, po e merr gjithë këtë kapital, gjoja se ai kur u kon nërmën tesha, im sheft, po flas gjatë periudhës bombardimeve të NATO-s, nërmën im sheft i mbyllën, po prape kanë gjetë aty edhe dihet kur. Për këtë arsye them, populli është ai që e mund këtë vend. Populli edhe shtetet perëndimore, sidomos aty në Amerikanëve, duhet të kemë respekt, sidomos respekt maksimal për ato që na kanë ndihmu, se sa du në të si shumë edhe këtu, si shumë këtu, po që se mos t'ishin Amerikanët. Ishëm dikon deti, apo në për diaspor, në për shtetet perëndimore, se unë me të thonë drejtën edhe prindi kom pas atje i kanë përzonë, se unë vi nga një fshat Slluj, që ka pas edhe atje masakre, po jehunën e kësoj se ka pas. Jehuna e kësoj masakre është diçka për te gjitha masakrat, sepse këtu vendos fati i lirisë Kosovës në përgjithësi, se ka pas edhe shumë masakra Mehes, për shembull, është 370, dëvromet masakrum, masakra i Zbicës, ku asnjë individ nuk është vrarë nga plumbi, po është vrarë nga mjetet si sopota, qekiç, 8 kg, asoj kanë pas, shtypën kokat e tyne. E që kjo të mundon që kjo dhe, e sot një individ nuk e ka këtë respekt. Ka pas individ që më kanë thonë, masakra e Reçokit nuk është qashtu qysh po thoni ju. E qysh me thonë, që i thotë Vučići atje në Serbia, po. Ndërkohë që ekzistojnë pamje, ndërkohë që pikërisht kjo masakër ja ka hapë sytë edhe botës, edhe është arsyeja pse ka intervenu NATO. Po ku është këtu për shembull xhamia ku janë konë viktimat e Reçokit të përgatituna për varrim, Sërbët janar t'i marrin gjitha kufumat me dhunë. Edhe aty ka, une kom hasë në ushtarë, të që kanë intervenu në atë ku, e që janë 4 ushtarë të vdekun, gjatë konfrontime me forcat sërbe, e sot ati ushtarit, i drishin dur të hongër bukë, në ftoftë të nejse në atë ku, dimri shumë i acartë ka qenë, minus 30 gradë, se kum përjetua dimin këtu, në fillim, edhe tash ju drishin dur, për thonë vlau tim, falbe pëse pi dridhen dur, të emërë vloja, thot me diti që ka jekë gjatë luftës, me nejtë, thot me urtet e ranë, mraz, minus 30, notën, për që ata umetë edhe kështu, thot. Po, shembull i kanë marrë, këtu në këtë prunë për mi, kukat e tyne, ja kanë hjek, kukat e gordhi kurse trupi në rovinë. E thot dikush, so që ashtu, masakër kësoj si dhunë. Lutem po, vesh njerës të likt edhe dopt, shpirtnisht, dopt jo, po nuk mund të thëmë, kur që shqiptar. Po të shitun, edhe gjak sërbi. Edhe shumë e dhemshme kjo, për shkak se gjithë ky gjak i derdhën, gjithë të jetë humbra, edhe gjitha i mund dhe ajo sakrificë që është bon atë kusët, po harrohet dita ditës. Çfarë mesazhi ki për rinin edhe për ata që nuk ja din sa duhet
ushtrisë çlirimtare edhe gjakut gjithë dëshmorëve. Ndëgjë, kur liria nuk i ardhur pa plumin e pushkës. Po. Keni të bindur se thot një fjalë urtë popullore, fëmiu pa qajt nona kur se merr në gjinë. Prandaj edhe liria pa pushk nuk vjen. Kanë menu të gjithë, nashta edhe unë ku menu që duke thonë pavarësie, Republikë do të vjen, po që nuk erdhe. Nuk erdhe edhe 8 vjetë mas lufte. Po menoj, dhe në 2008, Po. nuk ka mujt ta shpadh kush Kosovën shtet, do të jeni të bindun për pas njerëve individ që asoj zone ku ka kris plumi parë. Do me thonë për Drenice. O prit 8 vjetë shpallët pavarësie, a mas 3 vjetë o konë. Si e dini edhe ju, George Bush i vjetër 92-ën, po edhe Kyriu, tash, kur thët, mjaft është mjaft, Kosova është shtet. Po për i shkrejt të UÇK-s që po mbahen në Hagë edhe Për këta në Hagë, gjithë të vite nuk e kjo ka ngritë zonën as është ndëgjë, shteti. kjo është gjyq politik. As pak gjyq është vetëm e vetëm Evropianët edhe Serbia që i ka dhonë 2 miliard e 400.000 euro, 400 milion, që i ka dhonë gjykatës me rësët për t'i denun këta. Po nuk mund dënuen që se ka argumente, nuk mund dënuen një ushtari o UÇK-s, pse Kosova është shtet sot. Tek e fundit na kena mbrojt pragun e shtëpisë dhe Kote kanë, nuk kena për shku. mua është çlirimtar, nuk ka gjë që mund ma dënon zemrën tem atë individ. Nuk e pranoj ato s'mund ta lejoj në vetën time, dëpërtoj që dënun dikur. Dënuen për këta njerëz të shitur, që shkojnë. Jo më kanë marrë mzatin, jo viqit, jo këtë tjetëri që rranë që i koqitet edhe goja, që s'jum kom kërkon as në luft, as në paqë, si me thonë. Shemull për bëj këta qëtu që i kam dhe adresat, qëtu. Në qëtë gjep i moj për ata individ që janë qitën, edhe që janë kush farë kontributin jetën e tina për këtë vend se ka dhonë. Prandaj, Si ndërgjimtar e she Kosovën ma ndryshe edhe ndoshta e keni zemrën pak ma mdorë që thojnë edhe ndryshe. që unë Kosovën e kom vizitu se s'jam, që më konë kur s'ma kanë ndalu, as ka mujt ma ndalej, mos vizitën Kosovën. Kam ardhë gjdo herë, minimum 2 vjetë, 2 herë në vetë. 2 herë në vetë, kom ardhë gjdo herë, se prindi kom posë edhe një muë tërku atash atje me shoqën time. I kom vizitu, po, Kosova o kona në zerën, pej vitëve 90, kër e ka marrë kushtetutën, po menoj në 78-9, Miloshi, do me thonë s'ka pas kur farë investime si sot. Apo kem qeveria patëm, përveç urës Saradronit çka u ndërtu në këtë vend. Ma të regon dikush që janë njeri i këthjellë nga menja, e shëndosh. Një rrugë që nga Suadolli Lipionit deri në hyrjet autostradës që 6 vite u gry asfalli edhe ende nuk është bon. Po në qoftë se si thonë këta, s'u bon kur gjë. Gjatë 25 vite mas lufte, 26, une e shë këtë një propagandë tull tejmose se kjo Kosovë gjatë luftës u dollë. Në zerë, asë rrugë, asë shkolla, edhe shpite djegura jenë konë të lutën. Ka qenë krejtësisht të shkatrume. Ama shemull ndihma ndërkombëtarëve mas lufte, po harrojmë një gjë. E ndërum qa mendon ti për pjesën e ndërkombëtarëve që ndoshta nuk po jemi mirë një sa duhet.
Jo mirënjohës, këta hiç nuk janë mirënjohës, po është qelësi një pjesë e shteteve evropiane, ku merr pjesë Franca, edhe si Sponja, mos flas për Slovakin, e Greqin, ku sot në udhëheq një politikone nga Greqia, sa politikone po është punëtore e tyne, mos të the. Për Dejona Mihalin e kam fjallën zoj, që ta udhëheq sot me Vukhamoviqat, me rrymë, me sistem, me krejt gjitha këtu. Këtu nuk jam e pajtimit me ndërhyrjen e shteteve tjera e që i pranojnë politikanë tonë të kenë në nësjetë. Prandaj, une një jetën time i kumë besu vetëm njerëzit që nuk kanë pas qasje Serbia t'i kenë ndurë të veta, pse se përpunimi fillan aty. Ata që jenë konë ndurë të udbës, ata e kanë përjetue edhe depërtimin nga udba me punu për udbën. Sepse përfitimi kështu ka qenë. Udba çdo herë ka përdorur këtë metodë. Ne po t'i prejmë 8 vjetë, na jem gjyqë. Ti api dënë 4, api dënë 8. Ndërrum të falenderoj shumë për bisedën që patëm bashkë dhe po shpresoj që nuk harrohet gjaku i dëshmorëve. Une kam këtë shpresë, edhe s'do të harrohet, s'ka mundësi të harrohet, pa marrë parasysh që janë tu mundu me mishe me shpirt, do individ, që këtë gjak të hupë. Këtë gjak i dëshmorëve të hupë. Këta pa marrë parasysh, a janë marterë, këta janë shqiptarë. Se të une feja nuk len për shtypje të madhe. Këta janë gjithë shqiptarë në herë, tani mundën me konë fetarë. Po, kur ti shiqesh, veç mi po, të renditur, këtu të len me zemër, me ta t'jesh, me ta, pa marrë parasysh, sot nuk jetojnë këta. Po njeriu duhet këtë spaku, respekt shpirtnor e këmbëtar. Gjitha tjerat, njeri mund t'i lejthi diçsi, po këto ju. Edhe gjithë masakra tjera, gjenocidi që ka ndodhë, tash me qindra vjetë që ka ndodhë në këti popullit. Po s'kanë mujtë në shkullin, edhe jem sot ku jem. Ju lutem. Me çdo respekt.